është fatkeqësi e madhe që në Republikën e Kosovës sistemi i drejtësisë është i kapur. Dhe kapja e këtij sistemi të drejtësisë nuk është bërë nga ne, por është bërë pikërisht nga partitë politike. Këto parti politike, sidomos sonte që i kemi të përfaqësuara në këtë debat nga zoti Gjoshi dhe zoti Riu, është mëse e dëshmuar që janë përgjegjësit kryesore për kapjen e sistemit të drejtësisë. Muj me elaboru... Sistemin e drejtësisë, po thëni e kanë kapur LDK dhe PDK. Absolutisht. Për septemi ti se... Jo, unë besoj raportin e progresit nuk e kam shkru. Unë besoj që raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit nuk e kam shkru. Mirë, po unë i kam shkru mbi 100 raporte ulëmtime analiza që janë si rezultati ulëmtimit dhe monitorimit sistematik në kuadër të Institutit Kosovës për Drejtësi dhe instituteve tjera në cilat kam punu. Kështu që nëse raporti i progresit në gjetjet e tyne e definon këtë sistem të drejtësisë si të politizuar me ndikime në pothuajse secilin cep, unë besoj se nuk është diçka që mundet me u kontestu në këtë rast as nga emnaku im këtë rast e as nga askush tjetër. Sistemi i drejtësisë për fat keq është në tërësi i kapur nga krerët e deri te zyrtarët më të thjeshtë. Tash nga krerët që janë në institucionet e drejtësisë. Në krerët e sistemit prokurorial, tash i elaborojmë besoj edhe me emra dhe me raste edhe me çka do. Edhe nga sistemi prokurorial, edhe nga sistemi gjyqësor. Të gjithë këta vetëm shikojeni se ku kanë qenë të pozicionuar dhe ku kanë arritur, që po e marrim sistemin prokurorial. Në krye të sistemit prokurorial, kush është, nëse mundi, zoti Hyseni është apo? Pariu. Zoti Hyseni. Ju e di me ironi po e thënë. Dhe më thonë, zoti Hyseni është një nga ish deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, që devotshëm ka kry punë mrena partisë vetë. Qysh është përgadit tereni, sepse kapja e sistemit të drejtësisë është bo në mënyrë sistematike, prej kohës kur ndërkombëtarët kanë nisë me e kriju hapësirën për institucionet vendore. Vetëm këtu duhet bërë edhe një theksim që vazhdimisht e shohim shpeshherë LDK-n të viktimizuar kur flitet për kapjen e sistemit të drejtësisë dhe për politizimin e sistemit të drejtësisë, sepse LDK dhe PDK janë bashkëfajtore edhe janë bashkëkapëse të sistemit të drejtësisë. Këshireni sot kush është në krye të sistemit gjyqësor. Këshireni sot kush janë kryetar të gjykatave dhe krye prokuror të prokurorive. Pra janë krejt njerëz të cilët kanë linka dhe të cilët kanë ndërtu karrierë duke